Dil dhe vdis atje, plak e pavlefshme. Këto ishin fjalët e fundit që zonja Lourdes dëgjoi nga djali i saj përpara se të lidhej dhe të lihej në brigjet e një lumi të izoluar. 82 vjeçe, me duart të lidhura pas shpine dhe këmbët të shtrënguara me litar, ajo u braktis si një kafshë. Por orët që pasuan tronditën një qytet të tërë dhe do të provonin se ende ka mirësi në këtë botë të ashpër. Është një histori e vërtet për tradhti, braktisje dhe një shpëtim të pamundur që të lë pa fjalë, me një kthes që të ngrin shpirtin. Në një pasdite të nxehtë janari, ndërsa shumica pushonin në shtëpi, Lourdes po çohej drejt një zone me shkure pranë lumit Paraiba. Fëmijët e saj, Carlos dhe Julia, e quan atje për fundin e saj. Zemra i rrite fort, e friksuar, duke e ditur se po çohej për të vdekur. Në të njëjtën kohë, jo shumë larg, Patricia, një nënë e re beqare, dhe vajza e saj e vogël Ana Clara, po ecnin nëpër një shteg për të gjetur një vend ku të lanin rrobat. Ky takim do të ndryshonte gjithçka. Patricia zgjohej çdo ditë herët sepse duhej të punonte si mbledhëse materialesh të riciklueshme. Ajo jetonte me vajzën në një kasole të thjeshtë dhe përpiqej të jepte asaj dinjitet e dashuri. Pa familje dhe pa ndihmë, ajo kishte mësuar të mos dorëzohej. Kur uji ju ndërpre, vendosi të shkonte në lum për të larë rrobat, duke e marrë vajzën për dore në ndjellin përvëlues. Ndërkohë, Lourdes ishte zgjuar nga djali i saj me fjalë të ashpra. Ai dhe motra e tij e morën me makinë, duke i premtuar një vend kujdesi, por rruga i çoi gjithnjë më larg qytetit. Kur mbërritën në një shteg të ngushtë pranë lumit, e tërhoqën zvarr dhe e hodhën në tokë. Me duar që dridheshin, ajo i lutej, por ata e lidhen fort, duke i thënë se natyra do të bënte pjesën e saj kur uji të ngrihej. Ata kërkonin pensionin e saj dhe donin ta zhduknin pa lënë gjurmë. E vetme dhe e pafuqishme, Lourdes u përpoq të lirohej, por nyjet ishin të forta. Dielli e diqte, etja e mundonte dhe shpresa po shuhej. Ajo u lut për një mrekulli, për dikë që të kalonte aty. Ret u mblodhen dhe era u forcua, duke paralajmëruar shiun që do ta mbulonte shpejt bregun. Në atë çast, Patricia dëgjoi një rënkim. Ajo e la vajzën në vend dhe ndoqi zërin, derisa pa një grua të moshuar të lidhur pranë ujit. Pa hezitim, u ul pranë saj, e preku me kujdes dhe filloi të zgjidhte litarët, edhe pse duart i gjakoseshin. Ana Clara u afrua me syt plot dhe ofroi të ndihmonte, duke mbajtur krahun e gruas. Kur më në fund e liruan, Lourdes mezi fliste. Ajo përshpëriti se fëmijët e saj e kishin lënë aty për të vdekur. Zemërimi dhe dëmshuria u përzien në zemrën e Patricias. Duke parë se shiu po afrohej dhe lumi do të ngrihej, ajo vendosi ta nxirrte prej andej, edhe pse gruaja ishte shumë e dobët për të ecur. Me gjithë lodhjen, Patricia e mbështeti mbi shpatulla, ndërsa vajza e saj e vogël mbante krahun tjetër. Shiu filloi të binte dhe shtegu u bë i rrëshitshëm. Ato rrëzoheshin, ngriheshin dhe vazhdonin, të mbuluara me balë, duke luftuar kundër frikës dhe lodhjes. Lourdes kërkoi të lihej pas, por Patricia refuzoi, duke thënë se askush nuk duhej të braktisej më. Pas një rruge të gjatë e të rrezikshme, pan dritat e shtëpive. Me forcat e fundit, trokitën në derën e parë. Një burr dhe gruaja e tij i ndihmuan, thirrën ambulancën dhe i mbuluan me batanije. Lourdes u dërgua në spital me dehidratim dhe plagë, dhe policia u njoftua për krimin. Në ambulancë, ajo mbajti dorën e Patricias dhe e pyeti pse kishte rrezikuar gjithçka për një të panjohur. Patricia u përgjigj se e dinte çfarë do të thoshte të ishe i braktisur dhe se kishte premtuar të mos e kthente kurrë shpinën dikujt në nevojë. Në spital, ndërsa mjekët kujdeseshin për Lourdes, hetimi filloi dhe e vërteta për fëmijët e saj do të dilte në dritë. Një akt i thjesht mirësi, i lindur nga varfëria dhe guximi, shpëtoi një jetë dhe tregoi se edhe në errësirë, zemrat e pastra mund të ndriçojnë rrugën e shpresës. Drejtësia do të kërkojë përgjegjësi, komuniteti do të mbrojë të pambrojturit dhe mirënjohja e Lourdes për Patrician dhe Anën do të kthehet në një lidhje të përjetshme që frymëzon njerëzit të zgjedhin guximin, empatinë dhe veprimin kur jeta e dikujt varet nga një hap i vetëm i bërë me zemër. Në heshtje, shpresa rritet dhe e mira përhapet si dritë mbi çdo rrugë të errët sot për të udhëhequr zemrat drejt paqes. A e bëri këtë me të? Ajo tha se ishin vetë fëmijët e saj, një burr dhe një grua. Ajo duke jetmeruar dhe tha se ata do të ktheheshin për të përfunduar atë që kishin nisur. Delegati dhe hetuesja shkëmbyen shikime domethënëse. Kjo ishte tentativë për vrasje të kualifikuar. Për shkak të lidhjes familjare dhe cenueshmërisë së viktimës, dënimi ishte edhe më i rëndë. Delegati e shpjegoi.
A do t'i arrestoni? Pyeti Patërcia me shpresë. Po, por fillimisht na duhet dëshmia zyrtare e viktimës dhe prova. A do të kishit mundësi të vini me ne në vendin ku e gjetët? Duhet të fotografojmë dhe të mbledhim prova. Patërcia pa orën. Ishte tashmë natë. Ishte e lodhur, por pranoi. Në rregull, por duhet të njoftoj që vajza ime po më pret në një shtëpi. Mund të kalojmë aty më parë? Sigurisht. Ne ju çojmë. Shkuan në shtëpinë e çiftit që kishte strehuar Ana Klarën. Vajza ishte larë, kishte veshur rroba të pastra të huazuara nga mbesa e çiftit dhe kishte ngrënë darë. Madje po buzëqeshte. Mami, thiri Ana Klara duke vrapuar ta përqafonte Patërcian. Si je, zemra ime? Jam mirë. Hala më dha makarona dhe lëng dhe këto rroba. Patërcia falenderoi çiftin me gjithë zemër. Ata këmbëngulen që Ana Klara të flinte aty, pasi ishte vonë dhe vajza ishte e lodhur. Kur të mbarosh në polici, ktheu ta marrësh. Mos u shqetëso, ne kujdesemi. Gruaja tha me butësi. Patërcia pranoi. Ishte më mirë kështu. La Anën aty dhe shkoi me policët në vendin ku kishte gjetur Lourdes. Edhe me drita të forta, skena ishte tronditse. Litarët ishin ende në tokë. Lumi ishte rritur shumë. Nëse do të kishin vonuar edhe pak, Lourdes do të ishte mbytur. Hetuesja Fernanda mblidhte prova me kujdes, fotografonte gjithçka dhe vendoste litarët në qese prove. Këta litarë do të kenë gjurmë dhe shenja. Nëse fëmijët e saj e bën këtë, do ta provojmë. Delegati Marcos shikonte përreth dhe tunte kokën me mosbesim. Në gjithë vitet e shërbimit kishte parë shumë, por braktisja e të moshuarve po bëhej gjithnjë e më e zakonshme. Familjet nuk duan më të kujdesen, mendojnë se është më e lehtë të heqin qafe problemin. Patërcia ndjeu dëshirë të qante. Si kishte arritur bota në këtë pikë. Pasi mbaruan mbledhjen e provave, u kthyen në komisariat. Patërcia dha dëshminë zyrtare dhe firmosi dokumentet. Ishte kaluar mesnata kur e liruan. Do t'ju duhet të ktheheni për të dëshmuar kur zonja Lourdes të jetë më mirë, shpjegoi delegati. Pa problem. Do të vi sa herë të jetë e nevojshme. Dua t'i shoh këta fëmijë të këqij pas hekurave. Delegati buzëqeshi. Ju jeni një heroin. Pa ju, ajo zonjë do të ishte e vdekur. Nuk jam heroin. Bëra vetëm atë që do të bënte kushto. Jo, nuk është e vërtetë. Shumica do të kishin kaluar tutje, duke bërë sikur nuk pan asgjë. Ju rrezikuat jetën tuaj dhe të vajzës suaj për të shpëtuar një të panjohur. Kjo është heroizëm. Patërcia uli kokën, e turpëruar nga lavdërimet. Hetuesja e çoi përsëri në shtëpinë ku ishte Ana Klara. Vajza flinte në divan, e mbuluar me një batanie të butë dhe duke përqafuar një arush pelushi. Ajo është e bukur, tha Fernanda me butësi. Po e rrit shumë mirë. Mundohem. Është e vështirë vetëm, por mundohem. Ke punë të ardhura? Patërcia u mbroj. Pse? Jo, më fal. Nuk doja të dukej si marrje në pyetje. Është vetëm se ju meritoni diçka më të mirë. Patërcia u qetësua. Jam mbledhëse materialesh të riciklueshme. Fitoj pak, por është e ndershme. Fernanda pohoi me respekt. Ndershmëria ka vlerë dhe ti e ke me bollë. Patërcia mori vajzën në krah, falenderoi çiftin edhe një herë dhe ata i dhanë një qese me ushqime. Është pak, por ndihmon. Ajo i pranoi me lot në sy. Mirësia e të panjohurve ishte e rrallë, por shpëtonte jetë. U kthyen në shtëpi me autobus. Kur mbërritën, ishte shumë vonë. Patërcia e shtriu vajzën, e mbuloi me kujdes dhe u shtri pranë saj. Ishte e raskapitur, por nuk flinte. Mendonte për Lourdes, për fëmijët mizor dhe për faktin se, pavarësisht gjithçkaje, ende kishte njerëz të mirë në bollë. Në të njëjtën kohë, Carlos dhe Ilia nuk flinin. Ishin të shqetësuar, me frikën se ndoshta dikush e kishte gjetur nënën e tyre. Ata përpiqeshin të bindnin veten se gjithçka kishte përfunduar, por policia tashmë ishte në rrugë. 15 vjet më parë, ai la një trashëgimi të vogël. Nuk ishte shumë, por ishte diçka. Një shtëpi e vjetër në fshat që kishte qenë e prindërve të tij. Unë kur nuk ua tregova fëmijëve të mi, sepse e dija që do të donin ta shisnin dhe të mbanin paratë. Dhe ajo shtëpi ende ekziston.
Është e braktisur, por ekziston dhe është në emrin tim. Nuk e shita kur sepse ishte e vetmja gjë që kisha që ishte vërtet e imja, e dini? Ishte siguria ime. A i keni ende dokumentet e asaj shtëpie? Jo, fëmijët e mi i morën të gjitha dokumentet kur më quan të vdisja. Duhet t'i kenë shkatëruar ose fshehur, por unë e di ku ndodhet shtëpia dhe e di që ka një akt pronësie të regjistruar në zyrën notariale. Patërcia mendoi për një çast. Ne mund të shkojmë pas kësaj, të nxjerrim kopje të reja të dokumenteve dhe të shohim nëse mund ta rikuperojmë atë shtëpi. Po për çfarë? Është një shtëpi e vjetër në mes të askundit. Nuk vlen pothuajse asgjë, por është e juaja, është e drejta juaj. Dhe ndoshta mund ta shesim dhe të kemi disa para për të na ndihmuar. Lourdes u prek thellë nga kjo. Patërcia nuk po mendonte vetëm për veten, por për të gjitha së bashku. Ti e kaq e mirë, bia ime. Ne kujdesemi për njëra tjetrën, kështu funksionon një familje. Në ditët që pasuan, patërcia filloi të kërkonte dokumentet e Lourdes. Shkoi në zyrën notariale, në bashki, në institutin e pensioneve. Ishte e vështirë sepse Lourdes nuk kishte asnjë dokument, as kartë identiteti, as numër fiskal. Gjithçka ishte marrë nga fëmijët. Por me ndihmën e mbrojtjes publike dhe të prokurorisë që po ndiqnin çështjen penale kundër fëmijëve, arritën të nxirrnin kopje të reja dhe zbuluan diçka interesante. Shtëpia në fshat jo vetëm që ekzistonte, por ishte e regjistruar ligjërisht në emrin e Lourdes. Për më tepër, zona ku ndodhej ishte vlerësuar shumë vitet e fundit për shkak të një projekti të turizmit rural. Mbrojtësi publik shpjegoi se kjo pronë tani mund të vlente shumë më tepër se dikur. Lourdes nuk mund ta besonte. Ishte vërtet gjithë ajo pasuri e saj. Fëmijët e saj nuk kishin asnjë të drejtë, sepse ajo ishte ende gjallë dhe prona ishte në emrin e saj. Patërcia u gëzua për të, por edhe u shqetësua. Me ato para, Lourdes mund të kishte një jetë të pavarur. Nuk do të kishte më nevojë të jetonte në atë barak të vogël. Dhe patërcia do të mbetej vetëm me anën. Lourdes e vuri re shprehjen e saj dhe i shtrëngoi dorën. Nëse e shesim atë shtëpi, parat janë tonat, të mia, të tuat dhe të anës. Jo, zonja Lourdes, parat janë tuaja. Nuk keni pse t'i ndani me mua. Duhet, sepse ti më shpëtove jetën, më dhe një shtëpi kur nuk kisha asgjë dhe më trajtove si familje. Këto para nuk e blejnë atë që ke bërë për mua, por janë minimumi që mund të bëj. Ne do ta shesim shtëpinë, do t'i ndajmë parat dhe do të blejmë një vend më të mirë për të jetuar bashkë, të trija, si një familje e vërtetë. Patërcia qau nga mirënjohja, nga lehtësimi, nga emocioni. Pas kaq shumë vitesh duke luftuar vetëm, më në fund kishte dik pranë. Kishte një familje. Por rruga nuk do të ishte e lehtë, sepse kur fëmijët e Lourdes të zbulonin për këtë pronë, do të përpiqeshin me çdo mënyrë ta ndalonin shitjen. Dhe ata ishin pranë zbulimit. Carlos dhe Ilia ishin në paraburgim duke pritur gjyqin, por kishin të drejtë për avokat. Avokati i tyre po punonte fort për të ulur akuzat. Ai i vizitonte në burg dhe u shpjegoi se situata e tyre ishte e rëndë, se provat ishin të forta, se kishte pamje nga kamerat, të dhëna nga automjetet, litarët dhe dëshminë e viktimës. Ilia u ankua se nëna e tyre nuk do të donte t'i shite në burg, por avokati u përgjigj se po t'i donte, do ta kishte tërhequr dëshminë. Carlos u zemërua, duke thënë se po e paguanin për t'i mbrojtur, jo për t'i gjykuar. Avokati u shpjegoi se realiteti ishte se ata kishin bërë një marrëzi të madhe duke tentuar të vrisnin nënën e tyre dhe se kjo nuk kishte mbrojtje të lehtë. Opsioni më i mirë ishte një marrëveshje, një rrëfim dhe pendes për të tentuar uljen e dënimit. Carlos, megjithatë, nuk donte të pranonte fajin. Ai donte të luftonte dhe, mbi të gjitha, donte të kishte qasjet e parat e nënës së tij. Pyeti nëse ende kishin qasjet e pensioni, por avokati i tha se prokura ishte anuluar dhe parat ishin bllokuar derisa Lourdes të caktonte një përfaqësues të ri ligjor. Sipas dokumenteve, ajo nuk kishte asnjë pasuri tjetër përveç pensionit. Por avokati nuk e dinte ende për shtëpinë në fshat, sepse dokumentet ishin në proces rikuperimi. Ndërkohë, patërcia dhe Lourdes po punonin me një agent imobiliar për të vlerësuar pronën. Ai shkoi në vend, bëri fotografi, matje dhe u kthye i entuziazmuar. Prona vlente shumë më tepër se sa ishte menduar. Vendodhja ishte e shkëlqyer dhe me një rinovim të thjeshtë mund të shitej me një vlerë të lartë. Me rritjen e turizmit rural, kishte shumë interes. Ata ranë dakord që të shpallej për shitje sa më shpejt.
Një nga njoftimet megjithatë ra në duart e dikujt të papritur, bashkëshortes së Carlos. Ajo e pa në rrjetet sociale dhe u trondit kur pa emrin e Lourdes si pronare. Menjëherë shkoi ta takonte Carlos në burg dhe i tha se nëna e tij po shiste një pronë me vlerë të madhe. Carlos u mbush me zemërim dhe urdhëroi që shitja të ndalohej me çdo kusht. Avokati i tyre e konfirmoi ekzistencën e pronës dhe pa aty një mundësi për të sulmuar. Ai ngriti një padi duke kërkuar bllokimin e shitjes, duke pretenduar se Lourdes po manipulohej, se nuk kishte aftësi mendore dhe se fëmijët, si trashëgimtar, duhej të kishin fjalën e tyre. Çështja shkoi te gjyqtari dhe ai, përkohësisht, vendosi të bllokonte shitjen derisa të mbahej një seancë dëgjimore për të vlerësuar gjendjen. Kur patërcia dhe Lourdes morën lajmin, u tronditën. Lourdes u zemërua, duke thënë se kishin tentuar ta vrisnin dhe tani po përpiqeshin t'i merrnin edhe të drejtën mbi pronën e saj. Agjenti shpjegoi se drejtësia shpesh ishte e ngadalë dhe e padrejtë, por patërcia u betua se nuk do të dorëzoheshin dhe se do të luftonin për atë që ishte e drejtë. Zonja Lourdes ishte e vetëdijshme, e orientuar dhe e dinte saktësisht çfarë donte. Dhe sinqerisht, pas asaj që fëmijët i kishin bërë, vendimi i saj ishte plotësisht i kuptueshëm. Gjykatësi goditi tavolinën dhe shpalli vendimin. Kërkesa për ndërhyrje u refuzua. Zonja Lourdes kishte aftësi të plot mendore për të administruar pasuritë e saj. Bllokimi i shitjes u hoq. Ajo mund ta shiste pronën kujt të donte, për çmimin që dëshironte dhe të bënte çfarë të donte me paratë. Fëmijët nuk kishin asnjë të drejtë mbi to për sa kohë ajo ishte gjallë. Seanca u mbyll. Lourdes shpërtheu në lodh. Patërcia e përqafoi fort. Ana Clara kërcente e lumtur, pa e kuptuar plotësisht gjithçka, por duke ndjerë se ishte diçka e mirë. Gratë e Carlosit dhe të Ilias dolën të zemëruara, por nuk mund të bënin asgjë. Ata kishin humbur. Jashtë gjykatës, patërcia tha me emocion se e kishin arritur dhe se kishin fituar. Lourdes u përgjigj se kishin fituar të treja së bashku. Avokati i shtetit i përgëzoi dhe u tha se tani mund të shisnin pronën dhe të fillonin një jetë të re. Dhe ashtu bën. Brenda pak javësh, prona u shit. Pas shpenzimeve, parat u ndan sipas premtimit. Me to blen një shtëpi të vogël, por të denjë, në një lagje të thjeshtë. Nuk ishte luksoze, por ishte e tyre. Kishte dhoma, kuzhinë dhe banjë. Blen mobiljet bazë dhe pajisjet e nevojshme. Për herë të parë pas shumë vitesh, patërcia dhe Ana Clara kishin një shtëpi të vërtetë dhe Lourdes gjithashtu. Disa muaj më vonë erdhi dita e gjyqit penal për Carlosin dhe Ilien. Ata u gjykuan për tentativë vrasjeje, torturë dhe përvetësim. Salla ishte plot dhe media ishte e pranishme. Titujt flisnin për fëmijë që kishin tentuar të vrisnin nënën e tyre. Lourdes ishte dëshmitarja kryesore. Ajo tregoi me dinjitet gjithçka që kishte përjetuar. Juria dëgjoi në heshtje dhe me tronditje. Patërcia tregoi si e kishte gjetur dhe sa afër kishte qenë vdekja. Ekspertët, mjekët dhe policët paraqitën prova. Prokurori kërkoi dënim shembullor duke thënë se shoqëria nuk mund të lejonte që të moshuarit të trajtoheshin si barë. Avokati i mbrojtjes u përpoq të kërkonte mëshirë duke përmendur vështirësi financiare dhe familjet e të akuzuarve. Lourdes dëgjoi dhe ndjeu dhimbje, por edhe qetësi që e vërteta po dilte. Kur juria u kthye, vendimi ishte i qartë. Të dy u shpallën fajtor për tentativë vrasjeje të rënduar dhe krime të tjera. Gjykatësi shpalli dënimin me vite të gjata burgimi dhe dëmshpërblim për Lourdes. Salla u mbush me zëra. Disa i quajtën dënimin të drejtë, të tjerë të butë. Lourdes nuk ngjeu gëzim, vetëm trishtim për atë që kishte ndodhur, por edhe lehtësim që drejtësia ishte vendosur. Pas gjyqit, patërcia e pyeti si ndihej. Lourdes tha se nuk ishte një fitore e lumtur, por një fitore e nevojshme. Ajo ndjehej në paqe sepse tani kishte një familje të vërtetë, patërcian dhe Ana Claran, dhe askush nuk mund t'i lëndonte më. U kthyen në shtëpinë e tyre të re. Ana Clara i priti me përqafime. Të treja hëngrën darkë së bashku, folën për ditën dhe për ëndrat e tyre. Vajza donte të bëhej veterinere, patërcia të studionte dhe Lourdes të jetonte çdo ditë pranë tyre. Vitet kaluan. Lourdes u shërua dhe u bë pjesë aktive e komunitetit. Patërcia gjeti një punë më të mirë dhe vazhdoi studimet. Ana Clara u rrit, u bë një nxënëse e shkëlqyer dhe plot dashuri. Shtëpia e tyre u mbush me ngjyra, vizatime dhe tradita.
Çdo javë gatuanin së bashku, flisnin për jetën dhe falenderonin për atë që kishin. Një ditë, Ana Clara tha se do të shkruante në shkollë për familjen e saj. Ajo tha se familja nuk është vetëm gjak, por ata që qëndrojnë pranë teje, që të duan dhe të mbështesin. Patricia dhe Lourdes e përqafuan. Ato e dinin se kishin ndërtuar diçka të veçantë. Jo përmes lidhjeve të gjakut, por përmes dashurisë, sakrificës dhe kujdesit. Dhe ato lidhje ishin të pathyeshme.